Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Shqipëria hap grup kapitullin e fundit duke shënuar një moment historik. Kryeministri Rama dhe komisionerja e zgjerimit Marta Kos presin tortën kuqezi në Bruksel. Lideri i opozitës Ali Berisha firmon shkretirjen e SPAK për 21 janarin. Ish kryeministri do të pyetet nga hetuesit për vrasjen e protestuesve në bulevard. Nis gjykimi ndaj ish-zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj për dosjen Buka. Prokuroria kërkon ekstradimin e tij për të përballur me drejtësinë. Ministri i Financave njofton se të gjitha bizneset online do të pajisen me NIPT. Projekt ligji jep fund informalitetit të subjekteve që nuk deklarojnë të ardhurat. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Hapja e grup kapitullit të fundit u cilësua moment historik në Bruksel. Kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria ja doli të bëjë realitet ëndrrën që pak kohë më parë ishte e pamundur. Për komisioneren e zgjerimit Marta Kos, kjo arritje është rezultati i reformave. Zyrtarja e BE-s mendoi edhe për të festuar këtë moment, duke prerë tortën me flamurin shqiptar. Shqipëria hyri këtë të hënë në një prej fazave më vendimtare të rrugtimit evropian, duke hapur negociatat për grup kapitullin e fundit, bujqësia dhe kohezionit. Për kryeministrin Edi Rama, ky është një moment historik, pasi Shqipëria në arkun kohor të 13 muajve çeli bisedimet për 35 kapituj që përcaktojnë rrugën e antarësimit të vendit tonë në BE. Today Albania comes out. Shqipëria del me krenari nga kjo fazë e parë, madje me një ndjenjë edhe më të madhe përgjegjësie. Ne nuk përfaqësojmë këtu parti politike apo vetëm një pikpamje politike. Përfaqësojmë këtë një kom të tërë që mbështet si askush tjetër Bashkimin Evropian dhe antarësimin në Bashkimin Evropian, më shumë se sa 90% e qytetarëve tanë. Në krah të kryeministrit Rama në konferencën Bruksel ishte ministri e jashtme e Danimarkës, vendi i cili ka presidencën e radhës së BE-s e komisionerja për zgjerimin, të cilat vlerësuan përpjekjet e Shqipërisë në rrugën e integrimit. If Albania continues on this path, në qoftë se Shqipëria vazhdon në këtë drejtim me të njëjtin fokus, ritëm dhe cilësi që kemi parë deri tani, jam e sigurt që antarësimi do të arrihet në një të ardhme shumë të afërt. Shqipëria e përket familjes europiane. Opening all clusters is a great success. Çelja e të gjithë grup kapitujve është një sukses i jashtëzakonshëm, por mbyllja e tyre është çmimi real. Në fakt, suksesi juaj do të përcaktohet se sa mirë, sa shpejt miratoni dhe zbatoni legjislacionin evropian. Tani është momenti për të përshpejtuar, sidomos në fusha kritike si reforma në drejtësi, pavarësia gjyqësorit dhe lufta kundër korrupsionit, të drejtat e pronësisë, çështjet e pakicave dhe liria e medias. Në përfundim të konferencës nuk mungoi as festa e cila simbolizoi hapjen e të gjithë grup kapitujve të negociatave. Një tortë me numrin 6 u dhurua nga komisionerja e zgjerimit Marta Kos si simbol i festës. Ndërsa kryeministri Edi Rama u dhuroi verë shqiptare zyrtarëve të Brukselit. Konferenca ndërqeveritare shënoi hapjen e të gjithë grup kapitujve që janë të nevojshëm në procesin e antarësimit në BE. Tani Shqipëria duhet të mbyllë secilin prej 35 kapitujve, duke miratuar ligje si ato të BE-s e duke i zbatuar këto ligje njësoj si në Bashkimin Evropian. Kur të mbyllen bisedimet për secilin prej kapitujve, fjalën e kanë vendet anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat do të votojnë për antarësimin e Shqipërisë në BE. Gjatë një vizite zyrtare në Tiranë, ministri i jashtëm gjerman Johan Vadeful vlerësoi progresin e shënuar me reformat. Nëse Shqipëria vijon në këtë rrugë, sipas tij, shanset e antarësimit janë shumë të mira. Ministri gjerman i punëve të jashtme Johan Vadeful mbërriti këtë të hënë në Tiranë në të parën vizitë zyrtare në vendin tonë. Vadeful u prit nga homologja Elisa Spiropali, me të cilën zhvilluan një takim dypalësh për të vijuar më pas me një konferencë për shtyp. Gjatë fjalës së tij, ministri gjerman theksoi përparimin që vendi ynë ka bërë lidhur me reformat jetike për procesin e antarësimit në BE. Nëse Shqipëria do të vijojë të ecë në rrugën e saj që ka nisur, mendoj që shanset e antarësimit janë shumë të mira. Bëhet fjalë për realizimin e reformave për sa i përket shtetit ligjor, para së gjithash lirisë së mediave dhe luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Një sistem drejtësie i pavarur është gjithashtu me rëndësi. Ministria Spiropali falenderoi homologun gjerman për mbështetjen ndaj vendit tonë dhe procesit të zgjerimit të bllokut evropian.
Gjermania, lokomotiva e Bashkimit Evropian, motori i saj politiko-ekonomik, ka mbajtur kurdoherë qasje të drejtë ndaj procesit të zgjerimit, një qasje meritore, parimore dhe të përkushtuar. Ka qenë pikërisht kjo busull që e ka mbajtur gjallë procesin e zgjerimit edhe në momentet vështira dhe e ka bërë atë të besueshëm, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për vende të tjera të rajonit tonë. Vizita e ministrit gjerman në Shqipëri vjen në kuadër të turit që Vadepul po zhvillon në vendet e Ballkanit Perëndimor. Partia Demokratike zhvilloi protestën përpara kryeministrisë, një protestë ndryshe nga ato çfarë ka zhvilluar deri më tani. Një foltore është vendosur para kryeministrisë, ku i pari që nisi me fjalimin ishte Sali Berisha. Ky i fundit ju bashkua militantëve nga Banesa dhe jo nga Selia e PD-s, si në protestat e tjera kombëtare. Kryedemokrati Berisha deklaroi se opozitës nuk i është lejuar të dëgjohet në seanca plenare dhe se misioni do të vijojë deri në largimin e qeverisë. Berisha gjatë fjalës së tij u ndal edhe tek miratimi i ligjit për barazinë gjinore, duke thënë se ky ligj shkatëron familjen shqiptare, prandaj nuk do të lejohet të hyjë në fuqi. Kreu i PD-s deklaroi edhe se foltorja para kryeministrisë do të qëndrojë deri në dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Sali Berisha mori zyrtarisht njoftimin për të paraqitur në prokurorinë e posaçme për dosjen e 21 janarit. Ish kryeministri këmbënguli se 2 herët e kaluara nuk e kishte marrë fletëthirrjen në asnjë nga adresat e tij. Nga SPAK-u ka detyrimin që të paraqitet 2 herë në muaj. Sali Berisha la të kuptohej se mori dieni për fletëthirrjen për të dëshmuar për 21 janarin të premten. Por për shkak të një angazhimi, ai do të paraqitet të mërkurën 19 tetor ora 9. Në 14 nëntor, prokuroria e posaçme njoftoi zyrtarisht se Berisha kishte refuzuar të firmoste 2 urdhërthirrjet, atë të datës 3 nëntor e atë të datës 7 nëntor, për të marrë në pyetje nga prokurori që po heton ngjarjen. Mirëpo këtë të hënë, Berisha mohoi që SPAK t'i kishte dërguar fletëthirrje, përndryshe ai do të ishte përgjigjur e do të kishte dhënë deklarime. Në mënyrë absolute, nga data 3 deri sot, asnjë person nuk më ka ardhur të më thotë orë dhe datë, më dorëzoj një letër dhe asnjë person nuk rezulton të ketë marrë përsipër një gjë të tillë. Po në postën tuaj elektronike, zoti Berisha? Unë kam 2 poste elektronike. Njërin e kam timen, tjetra është e parlamentit, të cilin unë nuk e përdor. Unë kam një numër telefoni që e njeh gjithë bota. Nuk më kanë thirrur asnjëherë sepse kanë patur frikë nga dëshmitë e mia. Mirë po pak orë më pas SPAK pranoi zyrtarisht se Berisha e firmosi fletëthirrjen, por pa dhënë më shumë detaje. Sot, më datë 17/11/2025, gjatë zbatimit të masës detyrim paraqitje në prokurorinë e posaçme, zoti Sali Berisha është njohur dhe ka nënshkruar urdhërthirrjen lidhur me procedimin penal numër 138 të vitit 2024, çështja e 21 janarit, përmes së cilës i kërkohet të paraqitet në prokurorinë e posaçme në datën dhe orën e caktuar. Që në 15 korrik të vitit të shkuar, kur SPAK u detyrua nga gjykata e lartë të rihap dosjen e 21 janarit, 8 persona janë thirrur në prokurorinë e posaçme për të dëshmuar, e shumë të tjerë pritet të paraqiten. Ndër zyrtarët më të lartë që kanë dëshmuar në SPAK janë ish-ministrat e brendshëm Lulzim Basha dhe Sajmir Tahiri, të ndjekur nga ish-ligjvënësit socialist Xhemal Qefalia, Armando Prenga e Arben Çuko. Vendimi i gjykatës së lartë u parapri nga një tjetër vendimarrje, ajo e gjykatës së të drejtave të njeriut në Strasburg, ku çështja Nika kundër Shqipërisë u fitua. Strasburgu i dha të drejtë familjarëve të Alex Nikës, duke i konsideruar vrasjet krim shtetëror. Ka qenë pikërisht vendimi unifikues i gjykatës europiane, që detyroi edhe gjykatën e lartë të jepte dritën jeshile çeljes së hetimeve të dosjes 21 janari e përrjedhoi, vuri edhe SPAK-un në lëvizje. Procedimi penal është regjistruar për 3 akuza të rënda: vrasje në rrethana të tjera cilësuese, shpërdorim detyre dhe kryerja e veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Ndërsa Arben Ahmetaj ndodhet prej më shumë se 2 vitesh në Arati, në Tiranë nisi gjyqi ndaj tij për dosjen e quajtur Buka. Gjatë seancës u bë